Është koha tani për të pyetur mjekun, pyetjet e cilat ja keni drejtuar vetë ju. Doktor, disa pyetje që kanë ardhur pranë redaksisë tonë në rubrikën tonë të përjashme pyet mjekun, lidhur me hantavirusin janë: kam temperaturë, lodhje dhe dhimbje në muskuj prej 2 ditësh. Si të dalloj nëse është grip i zakonshëm apo diçka më serioze si hantavirusi? Kjo pyetje besoj se tani ju vjen aq shpesh këtë periudhë. Vetë fakti që ka simptoma jo specifik, në këtë rast shumë me rëndësi dhe thelbësore është ajo që theksova më lartë. Historia e ekspozimit, gjegjesisht anketa epidemiologjike pozitive. Në rast se i ka këto simptoma jo specifik, cilët tangojnë një gamë më të gjerë të sëmundjeve infektive, historia e ekspozimit do ishte një indikacion shumë i fort që në çfarë drejtimi të mundet të fillimisht të diagnostifikohet e pastaj të trajtohet. Do të thotë, a ka qenë në kontakt me brejtës, a jeton në një vend ku mund të ketë ekspozim ndaj sekrecioneve të brejtësve, apo në ndonjë ka pastruar paraqitjes së simptomave një periudhë gjatë, a ka qenë në kontakt me depo ku ka pas brejtës shumë, do të thotë ajo që është kyçe në rastin konkret do të jetë historia e ekspozimit, gjegjesisht anketa epidemiologjike, e cila në rastin është pozitive, atëherë duhet të shkon në një nivel më tjetër të diagnostifikimit, e cila është klinika për sëmundje infektive. Pyetja tjetër thotë, jetojmë pranë lumit dhe shpesh kemi minj në obor. A mjafton vetëm prania e tyre për rrezik apo duhet kontakt direkt? Prania e tyre me automatizëm nuk do të thotë, pasi që mi ka gati se gjithkund. Ajo që u përgjigja në pyetjen paraprake e ndërlidhi edhe me këtë pyetje, do të thotë historia e ekspozimit me brejtësi, gjegjesisht sekrecionet e brejtësve. Rast se ka qenë ekspozuar, atëherë mundet, por ajo që do të teoretikisht po mundet, por praktikisht është e pamundur pa mos pas një kontakt me sekrecionet, gjegjesisht kontaminim të sendeve me cilët pastaj ajo me automatizëm transmetohet të njeriu. Pyetja tjetër thotë, është e mundur që dikush të kaloj virusin pa e kuptuar fare? Hantavirusin pa e kuptuar fare nuk mund ta kalon, pasi që patjetër të ketë simptome të cilat thash që janë jo specifike dhe derisa ka simptome me automatizëm kërkon edhe trajtim mjekësor. Ato simptome din të jenë të lehta, po jo edhe aq të lehta sa që të nivelit që të mund ai ta kalon, a mos e kupton, edhe mos paraqitet te mjeku. Kur paraqitet te mjeku, rast se bisedohet për hantavirus, qoftë edhe ai lloj që shkakton, ajo shtam që shkakton sëmundjen e etheve hemoragjike me sindrom renal, shifet një ndryshim në pasqyrën e thjeshtë të gjakut, saqë ajo është alarm për mjekun am që të mund ta dërgon në instanca të tjera. Edhe megjithse forma ta quaj klinike është e lehtë, ato pacientë zakonisht mbarojnë deri në klinikën për sëmundje infektive, ku përsëri ecuria e vetë sëmundjes llogaritet e lehtë, por është në monitorim të profesionistëve adekuat për këtë sëmundje. Doktor, ne ju falenderojmë shumë për gjitha këto informacione dhe mbi të gjitha për të ulur panikun tek të gjithë, sepse siç edhe e theksuam disa herë, nuk ka nevojë për panik, gjithmonë kujdes duhet të kemi ndaj çdo virusi, jo vetëm specifikisht për hantan. Kështu që ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sot. Ajo do ishte edhe porosia ime e fundit për këtë emision, që duhet kemi kujdes, vigjilencë të shtuar, por asesi nuk ka hapësirë për panik.